Një 58 vjeçar është ekzekutuar mëngjesin e sotme me 3 plumba në Vlorë. Ngjarja ka ndodhur në lagjen Hajro Çakëri në orën 6 të mëngjesit, teksa Renato Hoxha po shkonte në shtëpi. Sipas informacioneve për mediat, 58 vjeçari është qelluar në afërsi duke shkuar në banesë tek shkallët në hyrje të pallatit. Ka qenë bashkëjetuesja e tij ajo që ka dëgjuar të shtënat dhe më pas ka parë trupin e pajet duke njoftuar policin. Ajo ka shpërthyer në lot duke thënë e vran, ndërsa më pas është marrë në pyetje nga uniformat blu. Dyshohet se autori apo autorët mund të kenë hyrë edhe nga një rrugë tjetër pas lagjes, e cila ishte si shteg pa kamera sigurie dhe në errësirë totale, ndërkohë që ende nuk ka një pistë në lidhje me shkakun, teksa policia e Vlorës ka marrë dhe kamerat e sigurisë së disa subjekteve aty pranë, ku mendohet se mund të ketë kaluar autori. Viktima ishte i divorcuar, baba i 2 fëmijëve dhe bashkëjetonte me një grua. 58 vjeçari ishte i punësuar si roje në një objekt në ndërtim pranë banesës së tij. Është ngritur ndërkohë një grup i posaçëm hetimor dhe në drejtimin e prokurorisë vijojnë intensivisht hetimet për zbardhjen e rrethanave dhe sigurimin e provave, me qëllim dokumentimin ligjor të ngjarjes, identifikimin dhe kapjen e autorit apo të autorëve, njofton ndër të tjera policia.